Në letër është një funksion teknik, në praktik shpesh është në qendër të debatit politik. Drejtori i përgjithshëm i policisë është një nga postet më të rëndësishme për sigurinë në vend, por edhe një nga më të diskutuarit për pavarësinë e tij. Në këtë newsroom do të trajtojmë temën se sa fuqi ka realisht ky post dhe sa i lirë është nga politika. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit është autoriteti më i lartë i policisë dhe përgjigjet drejt për drejt te ministri për realizimin e politikave të performancës dhe të objektivave të përcaktuar. Ky është një rol që në thelb duhet të garantojë rendin dhe sigurinë publike në të gjithë vendin, nga operacionet kundër krimit të organizuar, te menaxhimi i protestave, nga hetimet sensitive, deri te siguria rrugore. Të gjitha këto kalojnë përmes strukturave që varen nga drejtori i policisë. Në praktik, kjo do të thotë se drejtori nuk është thjesht një administrator, por një figurë me ndikim të drejtë për drejtë në jetën e përditshme të qytetarëve dhe në funksionimin e shtetit. Pra, drejtori i përgjithshëm i policisë duhet të jetë një njeri i cili ka një eksperiencë të gjatë në polici, ka dhënë kontribut në polici, është i spikatur në punën që ka bërë, nuk ka probleme me disiplinën dhe me agjencitë e tjera të zbatimit ligjit, dhe mundësisht të jetë një drejtor në moshë të pjekur, para që të jetë detyra e fundit për të, dhe ai e mbyll karrierën aty. Ne bëjmë të kundërtën. Dhe drejtori që ne emërojmë, nëse është 40 vjeç, 45 vjeç, gjë e para i do mendojë kur ti ke nga drejtori me çfarë do merrem unë. Në të gjitha rastet unë do mbaj krahun e policisë, sepse ata janë në një pozitë shumë vështirë, edhe në vendimarrjen në momente delikate që krijohen, mund bëhen dhe gabime, sigurisht, po kur kalon një kohë, kur bëhen inspektimet të plota për atë çfarë ndodhi, me raporte të plota, na tregon për efektivat e policisë në të ardhmen që këto gjërat mos përsëriten, të përmirësohet në vazhdim. Çdo e keqe që ndodh duhet të përmirësojë punën në të ardhmen. Ligji i jep drejtorit të përgjithshëm të policisë një gamë shumë të gjerë kompetencash, duke vendosur atë në qendër të gjithë sistemit të sigurisë. Kryepolici organizon, drejton dhe kontrollon veprimtarinë e policisë, drejton përgatitjen dhe krijimin e kapaciteteve të shërbimeve policore, menaxhon burimet njerëzore, i propozon ministrit kërkesat buxhetore për policinë. Drejtori i policisë i propozon ministrit planet e zhvillimit të shërbimeve policore, kërkesat për modernizimin e tyre, si dhe programe të veçanta në fushën e rendit dhe të sigurisë publike. Po ashtu, kryepolici miraton kompetencat, doktrinat dhe procedurat me të cilat operojnë shërbime dhe strukturat policore, koordinon veprimet e policisë në rast të emergjencash kombëtare ose ndërkombëtare, duke përfshirë mbrojtjen e infrastrukturës kritike, përfaqëson policinë në marrëdhëniet me institucionet e tjera brenda dhe jashtë vendit, përgatit raportin vjetor mbi arritjet e policisë dhe identifikon fushat që kanë nevojë për përmirësim. Këto kompetenca e bëjnë këtë post një nga më të fuqishmit në administratën publike shqiptare. Drejtori në fakt është një pozicion menaxherial, kështu duhet të jetë, drejtori i përgjithshëm i policisë. Pra është një pozicion menaxherial. Dhe më pëlqeu deklarimi i ministrit brendshëm që përmendi dy gjëra në kuvend. Që tha që unë s'do përzihem në emrat, në emërtesën e drejtorit përgjithshëm. Dhe e dyta nuk duhet të di për operacionet konkrete që kryen policia e shtetit. Në fakt, të dy gjëra ka sjell ligji i ri i miratuar që në vitin 2007 i policisë shtetit. Dhe kjo ishte ajo që ndante policinë nga politika. Ka dy pozicione që duhet të ndajmë qartë. Një është pozicioni ligjor, procedurial, pra çfarë është drejtori dhe çfarë përfaqëson drejtori, dhe tjetra është pozicioni real i drejtorit përgjithshëm. Pra, ligjërisht ne kemi një ligj nga më të mirët në kontinent, që kemi marrë, po i cili nuk zbatohet kurrë. Dhe realisht ne kemi një drejtues policisë i cili është automatikisht i varur nga dy gjëra. E para nga vullneti i forcës politike,
të qeverisë vendin, sepse ajo ka marrë mandatin për të qeverisur, dhe e dyta po që kish kryesore është nga kryeministri. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit emërohet me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të ministrit, që prej vitit 2024, ligji parashikon që përzgjedhja të bëhet përmes një procesi konkurrimi të hapur. Kandidati duhet të jetë pjesë e policisë, të ketë eksperiencë drejtuese, të mos ketë dënime penale, të mos ketë masa të rënda disiplinore në vitet e fundit dhe të mos ketë konflikt interesi. Mandati i tij është 5 vjeçar, me të drejtë riemërimi dhe për një mandat të dytë. Në pamje të parë, ky është një model që synon stabilitet dhe profesionalizëm, por emërimi i drejtorit të përgjithshëm vijon të mbetet ekskluziviteti i qeverisë, ku firmën e fundit e hedh kryeministri. Drejtori i përgjithshëm këtu nuk mund të zgjidhet një njeri që nuk do kryeministri dhe nuk mund të vazhdojë detyrën një drejtor i përgjithshëm i cili nuk bashkëpunon dhe nuk ndjek projektin politik që ka kryeministri. Politika është prezente, është shumë e rëndësishme, nuk mund përjashtohet ndikimi politik në asnjë lloj rrethon e kot, themi ne. Tani dhe drejtorin e përgjithshëm e emëron Këshilli i Ministrave. Po mirë, Këshilli i Ministrave tani në 10 veta që kanë njëjtat kriteret, njëjtat se i jep ligji ato kriteret. Preferenca do ketë, nuk mund ta shmangësh të. Nuk mund të thuash ti që një drejtues policie është krejt i pavarur, si i pavarur. Kush të emëron? Ne të shohim performancën e tij. Do shohim sjelljen e tij. Qëndresa ndaj politikës është e vështirë, po duhet të rezistojë një drejtues policie për dhënë argumentat e tij. Por ligji parashikon edhe mekanizmat e ndërprerjes së mandatit. Ai lirohet nga detyra nëse u mbet shtetësinë shqiptare, i përfundon mandati dhe nuk riemërohet, i jep dorëheqjen. Bëhet i paaftë për më shumë se 6 muaj, del në pension, ose i kufizohet zotësia për të vepruar me vendim gjykate. Ndërsa shkarkimi ndodh nëse dënohet penalisht, ose nuk përmbush objektivat dhe ka performancë të ulët. Në të gjitha rastet, vendimi merret nga Këshilli i Ministrave me propozim të ministrit. Kjo do të thotë se, pavarësisht mandatit, drejtori mbetet i varur nga vullneti i ekzekutivit. Në total, nga viti 1990 deri më sot, Policinë e Shtetit e kanë drejtuar plot 20 drejtor të përgjithshëm policie. Më jetë gjati në detyrë është Bajram Ibraj, i cili drejtoi policinë për 4 vite e gjysmë, nga 12 shtatori i vitit 2002 deri më 30 mars të vitit 2007. Më jetë shkurtri në detyrë është Hasan Ahmetaj, i cili drejtoi Policinë e Shtetit vetëm 2 muaj e 5 ditë në vitin 1998. Thjesht po përdor një shprehje popullore, në Shqipëri të vën dervish dhe të ruajnë mjekër. Dhe drejtori i përgjithshëm, këtu e vën, është i punë e dervishit, e vën drejtor, po i ruajnë mjekrën. Historia tashmë ka treguar se kushdo që merr detyrën, e sigurt është që edhe ai do të jetë i dorëhequr ose i shkarkuar. Marrëdhëniet e tij me politikën kanë qenë të mbushura me dashuri në fillim dhe urrëtie në fund. 20 kryepolicët kanë në fakt një të përbashkët, që është edhe çuditshme. Asnjëri nuk e ka çuar deri në fund mandatin 5 vjeçar. I vetmi është Bajram Ibraj, pasi qëndroi si kryepolis për 4 vite e gjysmë. Ai është i vetmi drejtor, i cili nuk është shkarkuar pas ndërimit të pushteteve dhe kaloi 4 ministra, Ilir Gjonin, Stefan Çipën, Luan Ramën dhe Igli Toskën.